sepse toleranca e vogël që mund ta gjykojë një polis i qarkullimit rrugor mund të sjellë pasoja të rënda. Tashmë kemi monitorimet me kamera, që shumë lehtë mund të analizohen pamjet dhe çdo shkelës i rregullave të qarkullimit rrugor të marrë masën administrative që i takon pavarësisht se çfarë mjeti drejton apo çfarë përfaqëson në vetvete ai drejtues mjeti. E kuptoj. Por rikthehemi pak tek një masë e ngjashme e kohëve të fundit, u duk sikur filloi një betejë e ardhshme ndaj monopatinave dhe u dorëzuam me dinjitet apo e fituam atë betejë, Hasho? Tani këtu merret edhe ajo pjesa për të cilën unë kam qenë një nga iniciatorët nëpërmjet shumë statuse dhe intervistave të ndryshme, që ato mjetet duhet të ndaloheshin në mënyrë të prerë, të menjëhershme, siç edhe ndodhi para 2-3 muajsh, por për fat të keq, prap vinte ka ajo pjesa kur nuk diskutohen me profesionistë dhe me specialistë se çfarë masa duhet marrë konkrete dhe të dalë një bazë ligjore e cila jo vetëm të qëndrojë fort në këtë realitet, por zbatimi i saj duhet të jetë po aq rigoroz që të kemi sa më pak aksidente rrugore ose ngjarje të rënda. Çfarë dosha të thoshja me këtë? Në momentin që u ndërpren, duhet të kishte një bashkëpunim të menjëhershëm të Ministrisë së Infrastrukturës, Drejtorisë Përgjithshme të Policisë, një pjesë të ne ekspertëve gjithmonë këtu nuk duhet të marrë rol protagonisti, por duke qenë se e marr me këtë pjesë, kam dhënë gjëra konkrete, le të merresh dhe mendimi jon, qoftë edhe në formë të shkruar, se nuk e kam dhënë shumë qef mbledhjet e stërgjatura, por ama të dilet me një konkluzion dhe të dilet me një raport i cili të ketë masa konkrete, por të jenë të zbatueshme. Dhe çfarë ndodh konkretisht? Ajo ngeli në një formë të zvarr, u mblodhën në mënyrë të për mua të padrejt, monopatinat diku ande nga policia, filluan të jepen një nga një, nuk e di në çfarë lloj gjendje, dhe sot ne kemi përsëri këtë gjendje. Kemi monopatina në rrugë, duhet ta pranojmë. Nuk i kemi më në trotuar, po i kemi në rrugët e makinave, sepse ne përcaktuam sakt disa rregulla atëre. Ishin shumë thjesht 7 rregulla të shkruara, nuk i rendis dot në atë formë siç i kam shkruar atëherë, po të them. Mbi 9-16 vjeç të mos i përdorin. Fuqia e tyre të ishte me një kapacitet të shkonte maksimumi 25 km/h. Të kishin rrugët e tyre të dedikuara në për qendrat e banuara, sepse për jashtë domethënë rrugët interurbane nuk mendohet fare lëvizja e tyre. Dhe pastaj ca rregulla të tjera, jo të kishte regjistrim, jo të kishte një lloj siguracioni, sepse dhe ato shkaktojnë dëm. 25 km/h nuk është shpejtësi e vogël, për shkak të peshë që ka, të vret, të dëmton. Dhe këtë dikush duhet ta paguajë. Po të ishin të regjistruara, të mbajnë kokore në kokë. Dhe natyrisht, si këto rregullat e fundit që thanë, të mos përdoret celulari etj etj. Pra ishin një seri rregull 7, ishin të tilla të gjitha, që po qëse do ishin bërë formulzimi, VKM-je, bëjë si donin, po të ishin praktike. Dhe ndërkohë dhe bashkitë të kishin punuar gjatë kësaj kohe për përcaktimin e saktë të itinerareve ku duhet lëviznin. Dhe jo vetëm me pjesë të shkëputura. Se ne sot dhe për lëvizjen e biçikletave i kemi cop rrugët. Në një kohë mbaron rruga në një moment, nuk dihet ku do kalojnë krahun tjetër. Pra, ky problem ne gjithmonë i lëm gjërat zvarr. I filloi me një tam-tam të madhe dhe pastaj është ajo shprehja shqiptare, çdo gjë çudinë ka deri në 3 ditë. Si çdo aksion tjetër këtu në Shqipëri ndodh gjithmonë mbasi ndodh një problematik. Pra ndodh një aksident, ndodh një ngjarje dhe këtu mblidhen, fillojnë të bëjnë ato shfaqjet, ndërkohë që unë mendoj kjo e monopatave ishte duk qartë që nuk dha asnjë efekt, përveç se u bllokuan këto mjete për disa kohë. Nuk e di ai kanë marrë gjithë përdoruesat edhe pronarët, ai kanë marrë mbrapsht tashmë. Pra nuk solli asnjë efekt në përmirësimin e qarkullimit të këtyre mjeteve, që ky është qëllimi kryesor besoj, dhe ne jemi koshient që sot këto mjete qarkullojnë një lloj siç qarkullonin përpara se të ndodhte ajo valë e madhe e këtyre fushatave mediatike. Më tepër unë mendoj që se sa të bëhen këto mbledhjet me institucione, me mbledhjet ndërinstitucionale dhe këto planet e mëdha, mendoj që duhet përqendrohemi te fushatat sensibilizuese, te trajnimi i policisë rrugore i vazhdueshëm. Pra duhet të ketë trajnim të vazhdueshëm të policisë rrugore për mënyrën se si duhet sillen të njohin kodin rrugor dhe